Mijëra fluturime janë anuluar ose vonuar në Kinë për shkak të thuive të shkaktuara nga tajfuni Bavi, raportuan mediat shtetërore të dielën. Linjat ajrore kineze anuluan më shumë se 2800 fluturime hyrëse dhe dalëse të planifikuara, raportoi e përditshmja lokale angleze Global Times, duke cituar platformën e analizave të udhëtimit Umetrip. Qindra fluturime janë anuluar ose vonuar duke ndikuar në udhëtimet nëpër Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Dalian, Chengdu dhe qytete të tjera. Aeroportet në Fujianin Juglindor, Zhejiang Lindor, rajonin autonom jugor Guangxi Zhuang dhe provincat jugore Hainan raportuan anulime në shkallë të gjerë fluturimesh. Thuit e shiut shkaktuan gjithashtu voneza të mëdha në aeroportin ndërkombëtar të Pekinit dhe aeroportin ndërkombëtar të Pekinit Daxing, dy qendra kryesore të transportit ajror në Kinën Veriore. Tajfuni Bavi, tajfuni i nëntë i vitit, goditi provincën Zhejiang të shtunën, duke sjellë shira të rrëmbyeshëm në sipërfaqe të gjerë të Kinës jugore dhe lindore. Parashikuesit e motit parashikojnë se në disa zona do të ketë më shumë rreshje shiu. 45 aeroporte, përfshirë ato në Shanghai, Hangzhou dhe Changzhou në provincën Jiangsu të Kinës lindore, lëshuan alarme për stui. Shërbimet hekurudhore janë prekur gjithashtu, me autoritetet në disa rajone që kanë pezulluar operacionet e trenave me shpejtësi të lartë në disa itinerare.